organizon ndonjë aktivitet islam. Në emisionin e kaluar mësuam rëndësinë dhe vlerën e thirrjes në rrugën e Allahut. Duke i ditur të gjitha këto, atëherë ka ardhur momenti që të shfaqim kreativitetin ton. Ka ardhur momenti që të tregojmë praktikisht se jemi vetëdijsuar për vlerën e thirrjes në rrugën e Allahut. Ka ardhur momenti që ta shprehim dhe ta shfaqim kreativitetin ton, ta tregojmë angazhimin ton dhe dëshirën që t'i thrasim të tjerët dhe të merremi me aktivitete të ndryshme islame. Sot në kohën tonë, në kohën moderne, kemi mundësi të shumta që të merremi me aktivitete të ndryshme islame, dhe sigurisht se kjo është një çështje komplekse dhe shumë madhore, dhe nuk është tani momenti i duhur që unë ato t'i rendoj dhe t'i përmendi, mirë po dëshiroj kalimthi dhe këto le të jenë përkujtime të çastit, të momentit, disa prej aktiviteteve të mundshme që mund të kemi hise dhe të marrim pjesë në organizimit e tilla. Prej aktiviteteve islame që duhet të kemi në hatër është kujdesi për literaturën islame. Qofshin ato broshura islame, të cilat janë prezente në tregun ton me një çmim modest, andaj përkujdesu për literaturën islame. Shko dhe blej një broshurë, një libër, dhe merre dhe dërgoja ndokujt, bëja dhuratë ndokujt. Ajo broshurë dhe ai libër mund të jetë një piknisje për një njeri, mund të jetë momenti i ndryshimit të jetës për atë njeriu, mund të jetë momenti kur ai njeri e hap një faqe të re me Zotin dhe krijuesin e tij te baraka wa taala. Kur jemi tek libri islam, për shembull ka libra apo broshura që i rezistojnë kohës me vitet e tana. Ani pse poezojmë është botuar dhe është shtypur para një kohë të gjatë, ajo vazhdon të rezistoj kohës, dhe është mirë që librat e tillë që janë të pranuara në mesin e njerëzve, pse për shembull të mos bëhemi një grup i shokëve dhe të interesohemi për një libër të tillë, sikur fjala vjen mburoja muslimanit, sikur fjala vjen dëshiroj të pendohem për e shumë libra të tjerë. Pse për shembull të mos bëhemi një grup i shokëve dhe të interesohemi, a thua vallë, sa do të kushtonte botimi i një libri, i një ekzemplari të tillë, me një tirazh të caktuar, të gjithë të marrin pjesë, kush më shumë e kush më pak, e më pas ta përhapim atë libër dhe ta ndihmojmë dhe të ndihmojmë të tjerët dhe ta kryjmë një obligim islam dhe ta zhvillojmë një aktivitet prej aktiviteteve islame. Një çështje tjetër që ka të bëjë me organizimin e aktiviteteve të ndryshme islame është padyshim edhe çështja e përhapjes së CD-ve, DVD-ve të ndryshme, qofshin me ligjërata islame, me emisione dokumentare dhe programe të ndryshme, me CD dhe DVD, të leximit të Kuranit e kështu me radhë. Po ashtu, një çështje tjetër që duhet ta kemi në hatër është interneti. Dhe interneti është një mjet shumë i mirë që ndihmon dhe kontribon drejt aktivitetit islam. Po ashtu, prej aktiviteteve të ndryshme islame që mund të aktivizojmë në mesin dhe në rrethin ton, është që një grupi xhamatlive të bëhen, të dakordohen, të organizohen dhe të bëjnë një fond modest, e më pas nëpërmjet këtyre të mirave që të bëhen dhe mblidhen të ndihmojnë nevojtarët, skamnorët, të varfrit, pastaj organizimi për kujdesin përballë jetimit, organizimi për mirëmbajtjen e xhamive, organizimi i kuizave islam, organizimi i ndërtimit të xhamive apo pjesëmarrja në ndërtimin e xhamive, e shumë projekte, aktivitete. Me rëndësi është që ti gjithmonë të kërkon që të kesh hise në një organizim, në një aktivitet prej aktiviteteve islame. Allahu na bëftë mundur që të jemi prej atyre njerëzve që do të japim kontributin dhe argatin ton për ta ndihmuar këtë fe dhe për ta çuar përpara këtë fe. Allahu na bëftë të letë një gjë të tillë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.